E qartë, unë doja një pyetje për ty, Sidita, si ka qenë përkthimi i librit? Si është gjua e ti për të sjellë në shqip? Shiko, gjithmonë kur bëhet fjalë për libra për fëmijë, është pak më ndryshe procesi i përkthimit se sa për të rritur, sepse patjetër ti mendon që lexuesi është fillimisht i riu dhe pastaj fëmia dhe pastaj nëse bie në dorën e të rriturit. Dhe ti do patjetër që do të kërkon të pasqyrosh me po të njëjtën gjallëri, ngjyra, fantazi, atë që është pasqyruar aty. Nuk është kollaj të flasësh për një botë që neve na duket pak e largët, siç është xhungla afrikane, por në këtë rast elementet realist janë përzierë shumë bukur me elementet e realizmit magjik, me fantazin, me mistiken, me Afrikën e njohur, atë që ndim ne, dhe Afrikën e panjohur, me mitet, me folklorin afrikan. Le të themi që edhe për mua ka qenë një zbulim, ashtu si zbulimi i Gjoshit në kërkim të mamas së tij.